Besimtarët ortodoks në Shkodër kanë nisur përgatitjet për festën e Pashkëve, një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin fetar. Në kishën ortodokse të qytetit kanë filluar përgatitjet e para, ku gjithçka po organizohet me përkushtim për të pritur këtë ditë të shenjtë. Pjesë e këtyre përgatitjeve është edhe vetë priftëresha Vjolca Petani, e cila kujdeset për mbarvajtjen e riteve në kishë. Ajo tregon se Pashkët janë një festë që në familjen e saj trashëgohet brez pas brezi, duke ruajtur me përpikmëri traditat dhe zakonet. Mundohen që Pashkët të përgatisë në mënyrën më dinjitoze. Dje që jemi familje e krishterë, ortodokse, me priftëri, pra kam burrin prift dhe djalin prift. Njëkohësisht dhe unë kam një titull që quhet priftëresh. Në familjet ortodokse nuk mungojnë as vezet e kuqe, simboli jetës dhe ringjalljes, si dhe gatimet tradicionale që bashkojnë familjen rreth tryezës festive. Vezët zakonisht ne si familje i ngjojmë kuq. Ngjyra kuqe simbolizon ngjyrën e gjakut të Jezu Krishtit. Maria Magdalena, në momentin që kishte vezët në shport, shkoi te varri i Krishtit dhe në momentin ju ban të gjithë vezët ju ban të kuqe. Dhe kjo ka me tradit në kishën ortodokse. Ne si familje, pra jemi familje tradicionale edhe festojmë në shtëpi. Duke qenë burri prift, kena gjithmonë rujmat traditën e priftit, sepse dreka hahet në shtëpi me familjarët. Priftëresha kishës ortodokse ka dhe një mesazh të rëndësishëm për brezin e ri. Nuk do ta marrim Pashkën vetëm për ngjyrimin e vezëve. Pashka është një festë shumë e madhe dhe brezat e ri do të jenë më shumë afër Zotit. Buka e bekuar e Pashkës dhe vezet e kuqe janë përgatitur si çdo vit dhe nuk do t'i mungojnë atmosferës festive. Me besimtarët ortodoks do të ndajnë urimet edhe besimtarët e feve të tjera që kanë tradit harmoninë ndërfetare.